Jemi live dhe në këtë mbrëmje do të përmendim lajmin më të rëndësishëm të javën, ngjarjen më të rëndësishme të javës, që ishte 128 vjetori i Dhomës Tregtisë dhe Industrisë dhe ndarja si çdo vit e çmimeve Awards nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë këtë të mërkurë që u mbajt live nga Teatri i Operës dhe Baletit. Unë shkurtimisht do të përmend disa grupe fituesish dhe Erioni bashkë me mua. Thanë që shkëlqyem në atë mbrëmje dhe festivali duhet na marri në konsiderat si moderator të ardhshëm. Nuk e marrim ne në konsiderat festivalin. U vlerësuan të pathyeshmit. Best Employer of Choice ishte për Vodafone Albania, Banka e Vitit u shpall BKT-ja, investimi strategjik gjerman për produktet nga Gjermania më të mira ishte Rossmann & Lala, lider në vendosin e standardeve diagnostikuse në fushën e mjekësisë gjithmonë laboratori The Best Intermedica, AI Innovation, ishte Teleperformanca, e shquar dhe kjo në fushën e burimeve njerëzore dhe jo vetëm. Rezidenca luksoze e vitit ishte projekti Philip Lane, i cili po ndërtohet në afërtësitë kodrave të liçenit, diku ke Garda. Mbretërit e industrisë u shpall FMT Group si fuqia e vitit, Premium Sky Awards, Vaz Group, lideri i lartësive, Bineti Ashensori, inovacioni në automjete elektrike shkoi për Flux Fusion, kompania shqiptare e food retailit ishte për Viva Fresh Group, i cili tani më ka blerë dhe Sparin, rrjetin e marketeve Spar, çmimi i konsumatorit ishte për Pelini Coffee Albania, ndërsa grupi i fisnikëve, kush ishte grupi i fisnikëve, ishte Delta Corporation, Antea Cement, gjithashtu u vlerësua me një çmim deri, Krenaria e Tomorit për fushën e agroturizmit dhe kampion në rritje dhe inovacion ishte për Concentric Albania. Legjendat e vitit, dhe unë mbyll këtu grupin tim, ishte çmimi lider në fushën e distribucionit e Eurolabi, një nga kompanitë dhe brendet që ka gati 10 përfaqësi në gjithë shtetet e botës, një nga distribucionet më të forta në Shqipëri, inovacioni fotovoltaik ishte për Apcons, Albania Elite Power Mineral ishte për Beralb Shahan, një tjetër çmim, dhe brendi vitit u shpall kompania këtu, The Best, Lajthiza. Fabrika model në 30 vite, cilësi u shpall Miell Tirana. Të pakapshmit ishin brendi gjerman i ekselencës Vata Group, Employer Without Limits We Are Fiber, korektësi dhe tarifat pa konkurrueshme për Blue Taxi, dizajni gjerman nga optika gjermano-shqiptare dhe unikët, ata që janë më të rrallët, Ornella Gume, Ornella Guma Clinic, me shpiket e saj, Skin Care Innovation Awards, Skin Laboratories, shi artizanale Limo Limonade, dhe kampionët e mishit të freskët, Mustic House. Mirë, kthehemi këtë ftuarit tanë tek vënçja jonë. Faleminderit si gjithmonë në regjia, ne gëzojmë kur biznesi ka arritje, sepse është i vetmi motor që po mban ekonominë shqiptare, se tjetë për politikën, tha. Miq, mirë se erdhët në studio, do flasim për katunarët dhe qytetarët sot, Dhe qa paneli tani ta ngre dorën kush është katunar, kush është qytetar. Po. Këne janë katunarët, ne qytetarët. Qytetarët si qa jemi. Këtë do mbrojmë sot. Po. Kjo është interesante. Okej, këtë do mbrojmë sot. Te Adupi e famshme, mike dashur e emisionit tonë. Unë po bëhem me katnarët tjerë, nuk e di pse më pëlqenë, janë njerëzit më të sinqertë. Hajde dil këne, jo, më jam me katnarët, unë dila ne Po mirë shumë mirë, atë se unë hajde. Unë Beratasja. Jam këndejon, po. Pjesë time si Mistrec Berati deri diku. Po, atëherë te Berati dole ti, dole nga Vlora? Po mami nga Berati, do me thënë qyteti. Do me thënë nga fisi mamit, e kupton. Qyteti, po, nga fshati mamit. Teja e mrekullueshme Dupi, si ta marrë dhe këtë ujnë se ke filluar ma pinatën. Natasha e mrekullueshme Poroçani, që sa për djeni është shuteriq, do me thonë... Dhe përballë, poetja e mrekullueshme, Mary Morrison me zinje, tash vetë Morrison, se nuk e ka Morrison, po e shtova vetë, si poezia e famshme, dhe aji, që sa herë thotë një gjë bëhet meme, Albano Zhapaj. Sidomos kur të regon histori, që unë i kam inat shumë. Kjo ka inat historit, unë des për historira. Mirë, ajo është shpreha e rëndomt. Jere katunari drejshit, jere në mytën katunarët. Qa kanë me ne katundarët, këta qytetarët, ashti, hënjër? Qa kanë me ne, qa keni me ne, Mojzojnë? Po janë rrugës e tha erdhë. Kush e tha? Po. Ja, tha. Albano. I hyri keq, një makinë, na pengojna, edhe thaja, katunari s'bëhet rob kur. I thash, po ti ku e pe që është katunara, i thash. Se nuk ka shansa që e para, ti qytetar me ato makinë,
Dhe e dyta, të bëj atë veprim që bën ai. Ç'lidhje ka, jo nuk jam dakord fare. Ç'lidhje ka fjala? Ç'lidhje ka fjala me periferin? S'ka lidhje fare fjala me periferin, se unë mendoj që ata ka të ndarët, si që quani ju qytetarët, dhe me ju qytetarët. S'është e kë, do me thënë, kur thuhet shprehje të tilla, që jo po zbriti katunari në qytet... Po, është adeu në rezik, po. E ka thënë Qazim Ulleti këtë. Jo se ka thënë Qazimi, po. Ai e ka thënë Erion, po vazhdojt programin tani. Neve edhe për këtë rastin në rrugë që erdhëm. Nuk është fjala se jetoj në periferi. Dhe ne i... Te atë lutem, a ka mundësi, a i ka të drejt ti mbron qytetarët tani? Po, lëre atë të shprehet, po. Jo, unë i thashtë të ku e dalove që... Jo, pyetja Orneles ishte pse e themi këtë katunari dreqit, Meri? Unë të ashti jam kundra zotris këtu. Jo, jeni pro, jo, jeni janë. Po, jo, do thoshtja që nuk është preur mirë, se ti të kesh lindur në fshat, unë mendoj që në radhë parë do t'jesh fisnik. Fisnik në fshat? Po, sigurisht në fshat. Si qëtë qytetarë nderi i fshatit? Dëgjo, gjithmonë qytetarët kanë marrë gjithmonë frenat në dore, ne, po mos harroni se rënjët e thella janë në fshat, kushdo që ka lindur në qytet. Ti jesh nga fshati, i them unë, besoj se janë njerëzit më të fortë, se aty kanë gjetur një forcë, janë zvarritur për jetën më shumë se qytetarët, kurse qytetarët, si që janë pak dembela nga jeta që kanë bërë, janë edhe dembela në mendje, mendoj. Tasha kjo s'durohet, dembela qytetarët, unë se pranoj kur. Shikon, që se unë jam gjyqtare, nuk jam sociologe dhe nuk mund t'jap dot shumë. E po se ne nuk do bëjmë libër tani. Nuk do bëjmë libër. Unë du t'a thyej pak dhe t'jap një shembull interesant. Po. Që ti ma kujtove duke më përmendur Bërësit. Finlej Bërësit ka dy përkthime, nga Agolli dhe nga Kadare. Agolli thot kur e përkthen, po kush me shkap në xham troket, s'do mund që jam Finlej, që të thot këpreti, shtëpia flej dhe s'ka lezet. Po ku flej, thot Finlej, thot Agolli, fshatari. Po. Kurse kur e përkthen Lazgushin, fani se tash Kadare. Kadare, po. Po kush ka që vonë në xham troket, jam unë, thot Finlej, me shumë elegancë, me shumë qytetar. Qyteti ka elegancë me i fjallë. Shtëpia flej dhe s'ka lezet. Nuk flej, thot Finlej. Pra, që këtu dallohet një lloj komunikimi ndryshëm midis fshatit dhe qytetit. Që varet... Albano, unë zdo ta duroja kur këtë. Varet nga kontekstet ku... Pra, unë nuk e di se sa i fort bëhet qytetari, ai fshatari përballë qytetarit, por ama di që mjediset sociale ku qytetarët rriten, të qenurit afër medias, qendrave urbane që ofrojnë edhe një lloj zhvillimi kulturor, padyshim që reflekton në nivelin intelektual. Qa hajt kjo? Jetohet me këto? Në mënyrën e komunikimit. Se ke lind në fshat, absolutisht, asnjëri nuk e thot pse ke lind në fshat, edhe dalin ato shprehje popullore. Është mentaliteti. Edhe kur i drejtohet një qytetari, në rastin konkret dhe Albano, kur e tha që duhet jetë patjetër fshatar, nuk e kishte në koncept. E ka tha me humor Albano. Parkojnë mes të rrugës? Është fshatar në mentalitet. Sepse, dhe jam dakord, nuk e bën një qytetar atë. Qika? Se në rastin konkret mua më konvenoje, kupton? Me thënë, në aspektin njerëzor, nuk ka një dallim... Patjetër. Jo, ka një qik dallim tani se qyteti ka semafor, dhe ata prandaj kalojnë semaforët, se s'ka semafor në fshate, kupton? Nuk e di qa do me thënë. Shkor, unë do t'isha pak dakord edhe me zonjë, sepse qytetari rritet në një ambient më të madh, ka më shumë dinamizëm shoqëria qytetare. Kurse fshati është jo dinamik, fshati rritet, më thënë, njerëzit rritet dhe edukojnë mbi traditën. Dhe fshatari nuk ndryshon. Kur ne që jemi nga fshati, na thonë që je fshatar, na thonë për faktin që nuk ndryshojmë kollaj. Dhe fshatari është... E mban me vete fshatin. Po, ka traditë. E merë një këtesën me 10 kilometra në orë, po qytet ka vrap. Vlerat, virtytet, veset, çfarëdo gjëje që të ketë i ka dhe nuk i fsheh. Po. Është më i sinqert. Patjetër. Dhe komunikimin e ka më të drejtë për drejtë, dhe zgjuarsin, edhe fortësin që tha Meri, edhe fortësin, fshatari është njeriu fort sepse rritet në natyrë,
ai për shtatet natyrës, kurse qytetari është në qytet dhe kur thot mirëmëngjes nuk ta thot në z ose e ha gjysmën e fjalës ose të përshëndet vetëm me kokë. Kurse kur të thot fshatari si u gdhive, po e ka dëgjuar dhe ai fundit i lagjës. Si u dive thot. Çudive çobani tha, çudive. Si u dive ose si ke një. Kështu që por në aspektin le të themi edhe të mençurisë, edhe mençuria jonë shqiptare nga fshati ka lindur. Po të shikosh, gjitha historitë, të gjitha, nuk ka histori që tregohen edhe legjendat shqiptare, dhe gojdhënat e të gjitha, dhe shqiptari mençur, që tregohet si agolli, kush ka përdorë në letërsinë shqiptare. Figurat fshatare janë ato që fshatari të del filozof. Do kishin mbetur vetëm në qoftë bëhet historim që shumë gjëra kanë lindur fshat, unë e pranoj këtë, por do kishin mbetur në nivele vetëm narrative nëse nuk do ishin transkriptuar nga qytetarët dhe nuk do ishin shtypur. Dhe Sokrati dhe do ishin zero. La gjithë ato vepra, por nuk shkroi ti gjë, shkroi Platoni pastaj. Fshatari nuk shkrua, fshatari flet. Sokrati fshatar thotë. Pra dolëm në konkluzionin që fshatari flet e thot qytetari mbashkënim. Qendrat urbane janë ato që jo, absolutisht. Unë mendoj që qendrat urbane janë ato që jo vetëm e orientojnë gjithë zhvillimin intelektual të njeriut, por edhe zgjerojnë ato e përhapin, pra kanë gjithë qytetarët janë ato që zotrojnë gjithë mjetet dhe instrumentat për diturimin të përhapin, por edhe ta kalojnë nga brezi në brez. Mos ndoshta qytetari ka egoizmin e të shkenit intelektual? Jo, këtu shikon, që se do bëjmë krahasim. Mund të sjellë një fakt që... Të them diçka, fshatarët janë shumë ambiciozë. Dhe shumë mirë që janë shumë ambiciozë. Unë do t'ju jap një... Kuptimi se ambicia fshatari është natyrë që nuk ndryshon. Ambicia të sjellë zhvillim. Ambicioz për të arritur synimet e tyre. Do ju them një po e quaj edhe legjendë urbane ndoshta është, po në qytetin nga vi unë ka qenë në tradicionalisht zakon që të bësh qok, themi ne, dhe bëj qok me të mira materiale, dërgoj diçka. Sa po filloj ky zhvillimi urban që fshatarët të zbrisnin, filloj të bëhet ndryshe qoka me lek. Dërgojt lek. U harrua më të bësh qok me, ku di unë, një lule apo një kështu. Po njëri i kohë shpërndaj kjo tregon, po, jo, nuk është njerë, unë po flas për traditën, nuk po shkoj të shkëmbimi madh me madh. Dhe kjo bëri që të ndryshohet komplet mentaliteti dhe ka mbetur edhe sot. Por që nuk erdhi nga brenda, erdhi transportuar nga shtresat fshatare që u vendosën në qytet. Do me thënë shtresat fshatare janë të korruptuara? Jo të korruptuara, s'ka lidhje me korrupsionin, ka lidhje me mendësin, me mënyrën se si e perceptojnë. Për shembull, a mund të sqarojmë në çdo të bësh qok, të bësh nder? Si e konceptojnë? Shko, qoka dhe nderi janë dy gjëra ndryshme. Të bësh qok. Qoka është qytetarët ka qenë çik më të tërhequr nga kjo. Pikërisht për këtë po thon. Po, nëse e bëni. Problemi qëndron që unë e di për kë fshat po flisni juve, po unë për shembull po marr fshatin tim. Unë jam rritur në Dragotut e Telenit dhe di që Shqipëria mesme. Fshati im edhe Krutja, e Lushnjës, për shembull kemi qenë dy fshatra që kemi pasur ekipin e minatorit, voleybollit, edhe unë kam qenë një ish voleybolliste. Po, duke krahasuar me vajzat e qytetit, Gjirokastrës, apo të Lezhës, apo të Shtatmendorit, nuk mendoj se ato ishin më të zgjuara se ne vajzat e fshatit. Që kishim ngrënë bio, kishim pirë... Hash bio nuk do të thotë bësh më zgjuar. Se ti ke ngrënë qumësh të skremuar zonjë, unë kam ngrënë qumësh lope. Jo, ndikon në zhvillimin e trurit, Çdo gjë bio, juve po e kërkoni sot qyteti. Kurse ne fshatarët jemi në gjenezë, kemi marrë atë pjesë. Ne kemi marrë dhe shisnin ndërkohë, se ne e shisnin. Dhe shes sigurisht në për qytetet. A i pinë më, se vinë e shesin këtu në qytet, a i pinë më fshatarët. Qytetari është më i manipuluar, është më jo formal, është më formal, më falë. është më formal, ashtu, kurse fshatari është më i drejt për drejt. Po, patjetër. Është jo formal, atë që mendon ta thot në sy. Qytetari duke qenë që vjen, shiko, kjo ndodhet... Tani u bërë edhe ti me qytetarën se se kuptoj tani. Unë po them ku na godet ne qytetari. Po për të tani kush rritet më mirë, një njëri në fshat apo një njëri në qytet? Unë shikoj, gje parë kur një dikë që edhe si figure shikoj që është... Përgjith pak pyetjes, një njëri rritet më mirë në fshat apo në qytet? Në aspektin fizik dhe shëndetësor rritet më mirë në fshat. Në aspektin shoqëror e të menduarit
e të menduari se Në këto kohë që shoqëria... jemi që gjithmonë urojnë për shëndetin dhe pyesin për shëndetin dhe shumica e njerëzve vuajnë nga shëndeti, është më mirë të rish në qytet apo në fshat? Shiko, po të kisha një shkollë të mirë... Po të kisha një shkollë të mirë në fshat... Pra këta qytetarët, pra që prapë se pranojnë. Nuk i heqin do të rënjët nga fshati, kjo është. Unë personalisht, po të kisha një qendër shëndetësore të mirë të ajrit dhe një shkollë të mirë në fshat, do t'ikja qeneza. Në fshat, ë? Po, dhe do Në cilin fshat? të premtoj në Kuç të Vlorës. Në Kuç të Vlorës, po. Dhe të premtoj që do të prisja çdo fundjavë. Ka resurse që fshati nuk i ofron dot. Dhe këto, për shembull, ka Qarë, trafik, smog... Jo. Ka jetë kulturore. Ku është kjo jeta kulturore? Kur ndodh kjo? Në Facebook, në Instagram? Në Tirana? Kur ndodh mi në Do me thonë që të flasë është ti që s'ka jetë kulturore, nuk e di do me thonë. Nuk e di. Po ku mi teja? Në përpabe? Apo në evente kompanish? Ku është jeta kulturore, të lutem? Kinema ke. Një teatro ke. Baletit që Po njerëzit plasën duke pa Netflix o teja të lutem tani. Ose di për çfarë njerëzit, se njerëzit plasën dhe ankohen edhe kanë super bunch në mënyrë të kulluar. Unë s'shoh fare Netflix. Di për çfarë njerëzit që ke qytetare pa Netflix. Po me? Po. Unë shkoj teatr, Halli të vinin në një dasëm fshati, mu fillon dasma të hënën dhe mbaron të dy. E vazhdove. Ole, isha dakord me Dasma zonjë. e Tiranës kam qenë një dyherë në Po, bashkë në një ditë e s'lodhe fare. Në njërën nga dasma të Leqës, 4 veta në tavolinë, s'kishim... Po mos folë për dasmat e Shqipërisë mesme tani, lëre tani. Kjo çështje po na Qyteti ka shtrembruar traditat. Apo flasim për Tiranë. Qyteti ka shtrembruar. Nuk ja, një dasma. Nëse ju shtrembërim quani modernizimin, kjo është tjetër. Modernizim. Po patjetër. Po modernizim, po bukur. Nëse do ngelemi te tradita, jemi ke ato veshjet me çiqane apo pse shumë të mira, edhe kryeministri ka veshur. Çat keq e ka. Tradita është Ja, një sekundë, Albano, po të ishte... parti me Yamato. Po të ishte ashtu, ishte veshur Albano, sot si lab. E ke parë sa bukur duket ai si lab. Se kishte pra, se kishte. Se ka kompleksin e fshatarit prandaj. Unë do ta shikoja me ritmin. Se sa e ka për ritmin e zhvillimit fshatit, sa e ka për ritmin e zhvillimit. Unë desha t'i bëja një pyetje zonjës. Por se keni qef të mbani mace juve, qytetarët në shtëpi ose qenë? Maca po qeni, shpesh herë sot po shiko, ka shumë arsye për cilat. Në fillim, para demokracia, në qoftë se do i shiko, nëse do i themi fillimit, unë të sjell 10 shembuj nga Fajkonica me mënyrën se si ai shikonte edhe fshatin dhe qytetin, por tashmë ne nuk jemi në ato kushte. Sot nuk shikojmë më fshatar, fëmijë që t'i kemë faqet e kuqe, apo triko të leshta, në rrugët e fshatit. Në rrugët e fshatit. Ne flasim për ato që kemi parë vetëm, se s'kemi studiuar gjithë fshatrat e Po s'do flasim për Kornicën, ç'a mendon Kornica? Ç'a shikojmë ne? Pa dhe ne kemi pas bio se në qytet jemi rrit. Bio kemi ngrënë edhe ne. Për kur po flet tani në 85-ën, bio kemi ngrënë edhe ne. Me faqet kuqe me triko të leshta. Radha në qytet ka qenë zini radhë për qumësh të skremuar. Ditë të tëra rijat e motra ime dhe duhet rija dhe unë në radhë, më binte radha të merje. Tani na e sillni ke dera shtëpis. Po pra, ta thash, po. Pa fshati, këtu është. Po. Unë insistoj në atë që zgjuarësia, mençuria e fshatarit është shumë herë me thellë. Kjo është juaj. E thellë. Me thellë. Ku i tregon atë thellësi? Enciklopedike. Është me përvojë nga toka. Profesorët e mëdhenj, gjithmonë. Aty e merr energjinë fshatari. Qytetari ku e merr? Nga asfalti energjinë ku e merr? E merr nga telefoni. Jo, telefoni ka dalë tani. shtylla Po, elektrike. kur qytetari shef orën, fshatari shef diellin. Jepi Albano, jepi, të lutem Albano. Jepi Albano, jepi. Jepi se na vun para. Tregoj një histori, një barsolet, ku qytetari ja hedh fshatarit dhe unë Po dorëzoj. thua që fshatari është inzar? Jo, nuk është inzar, është i holl, është i zgjuar. Është i holl. Është i zgjuar. Shiko, në një fshat njerë, shiko, në një fshat, se shiko, dhe fshati, pavarësisht atyre probleme me robave të vjetra, edhe fshati kujdeset që fëmijët edukohen dhe të mësojnë edhe pak nga jeta, edhe më gjërë se sa jeta e fshatit. Po, normal, me traditat. Po, dikur në një fshat, norma edukate, më respektit, gjitha më dashuria për kokën, për lullet, për kafshët, për çdo gjë moj, si të milet lopa. O zemër, si luan një fëmijë në fshat, si luan një fëmijë në qytet, të lutem, këto diferenca. Albano, e filloj me këtë, si luan një fëmijë në fshat, një fëmijë në qytet, ja kaq.
teknikalitetet... Të dy që përpara kompjuterit. Jo. Një fëmijë në qytet luan në kënd lojrash, një në fshat luan zbat Ku i në ke këndet e lojrave, Mitea? Jo, akom... Ku i ke Mitea këndet e lojrave? Të dy fëmijët para laptopit. Po, i rri se ata i hypin gomarit e bëjnë lojrat jashtëzakonshme. Po të merë... Po shefi madh me gomarit. Edhe lojrat ndaja, dhe na thonë Albano, si ishte historia? Anor në latkeqe. Historia. Lozit e me topa lecke lozit, mjafton të lozit, vrapojnë. Janë Për të dalë në një përfundim, ne mund të përdorim shumë historira teknikalitete. Po mund të përdorim dhe shembuj të tillë që na japin idenë dhe s'kemi më nevojë të diskutojmë. Po, cili është shembulli? Tani, shkon ky qytetari në fshat, ishte profesor, dhe fshati her pas here e paguante dhe i thoshte, hajde tani na fol për jetën, për virtytet, për cilësitë e njeriu dhe kështu me radhë, sepse her pas here ka nevojë njeriu të zhvillohet. Dhe shkon ky profesori i qytetit aty në Si fshat. shkoj ky profesori i qytetit dhe s'doli një profesor nga fshati të bënte. Po se s'kishte fshati profesori, kishte çoban. Po. Ashtu dhe shkon aty te sheshi i fshatit në orën e dur, priste që të gjente burrat e fshatit. Ishte i fshatari që shkoi ky profesori. Lani pse jemi në debat është histori. Prit. Tani je duke bërë fshataren. Po. Po më ndërpret. Bravo, Albano! Mos e prish historinë e Fshatarët, Mos ta prish historinë se nuk do të kuptosh, ti nuk do të kuptosh. Ja. Po të ngacmoj, pra ti thënë që Po mos të ngacmoj, ti më dëgjoj dhe pastaj më Pastaj bëhet mbaruar. Ta ka stile. Rrita qytetarët si qytetar po e dëgjoj. fshatarëve. Po. Shkon profesori te sheshi i fshatit dhe aty në vend që dëgjonte gjithë burrat e fshatit, dëgjon vetëm një burr të vjetër. Edhe i thot, ku janë burrat e fshatit? Tha, te fshati i fqin, tha, ka vdekur një njeri, tha, dhe kemi vajtur, tha, ka vajt gjithë fshati, kam ngel vetëm unë këtu, tha. Po tha, po unë erdha tash, tha, tu jap mësim, tha, tu mësoj, tha. Po ç'a të them unë, tha, po do iki unë, i thaj. Ore ti ik, tha, bëj ç'a duash, i tha ky plaku. Ç'a të them unë, s'të mësoj dot, i tha, se unë roje kuaj që jam, i thash, i tha ky, kam ja 30 kuaj aty te stalla, tha, dhe i ruaj, tha. Po ama, tha, sikur unë një mëngjes të vete, dhe këta nga 30 kuaj, tha, 29 më ke nikur, tha, dhe një të ketë ngel aty, tha, unë para se ti kitë kërkoj ata tjere, do t'i hedh për të ngrënë ati kalit që kam aty, tha. A, tha, profesori, ma futi këtë, tha. Tha profesori. Po, edhe filloj pastaj foli, filloj mbajti atë leksionin e vetë në basë, një 2 orë që po fliste, me emocione, me të gjitha ato me gjërat e bukura që tha, i tha plakut, hëmo plak, i tha, atë pëlqeu në qik, tha, diskursi im, që të them, unë tha plaku, unë roje kuaj që jam, i tha. Unë tha vërtet, tha, në mëngjes kur shkoj, tha, dhe 29 nga 30 kuajt më kanë ikur, vërtet ati një kali, tha, i hedh ushqim, tha, por nuk i hedh ushqimin e të 30-ve, tha, i hedh vetëm për njërin, tha. Do më thoni ke ngarkuar druti, ke kryer punë. Sepse qytetari, gjithmonë ka mundësinë që kur shkon në fshat, të tregoj që është qytetar. Ka dhe atë, e bëm pothuajse për instinkt, që ti tregoj që shiko, ka një farë sensi superioriteti, se është ajo që ti shpar. Ti pa dashje the që intelektualizmi the lind në qytet, nuk lind në fshat. Ndërkohë që unë të tregova që filozofia me thellë e kishte ai roja i kuajve. Kjo është ajo që tregoni ju. Unë mund të tregoj edhe qytetari, kur do të shaj fshatarin, ka të 2 gjëra. Ose te veshja që e the çpar, ose te ca zakone, ca gjëra të voçkla, kështu ca mos ndryshime që ka fshatari. Nuk ndryshon fshatari për ca gjëra. Nuk e dim këtë, sepse realiteti po tregon që fshatarët kanë ndryshuar. Më thuaj një rast nga realiteti. Profesore, ja, më thuaj një gjë, kush? Ne sot edhe parlamentin e kemi plot fshatar, dhe kjo tregon që kemi një zhvillim, kemi e konsideroj zhvillim urban këtë gjë. Mos ta banalizojmë fare bisedën. Nuk po e banalizoj, po them që ky është me parlament dhe banalizojmë, lere të flasim për këtë çke. Kjo ardhje. Ata do mësojnë në çke. Po pikërisht prandaj po me që doni të shembuj, shpejt në qytet. Me që po doni të shembuj. Pra, fshatari përshtatet më shpejt se qytetari, ja? Po, integrimi i fshatarit në qytet është gjithmonë më i shpejt se sa të marrësh një qytetar dhe ta çosh në fshat, ta integrosh në fshat. Është çështje dëshire, nuk ka dëshirë. Tani kështu ne kemi pasur njerëzit tanë, unë po flas. Shiko, vishet më mirë, e blen makinën më të bukur, e blen shtëpinë më të bukur, jam dakord me ty. Po gjithmonë i ngele diçka prej fshatari. Ç'a i ngele ka mama atë? Ç'a i ngele po ta them. Dëgjoj, ngele ajo te rruga pra. Mos e ndërpri. Në Vlorën tonë kjo është histori e vërtetë. Në Vlorën tonë, një djalë nga fshati, që ishte pak më i hedhur, shkon edhe aty të 6 katëshet ishte një dyqan ushqimor të bashkia. Aty ka qenë një dyqan ushqimor dhe futet ky aty në kohën e diktaturës duhet çoje shishen bosh të vajt edhe merrje shishen plot me vaj. Edhe aty nuk ishte me racion siç ishte blinte kushdo. Shkon ky atje dhe i thot, shoqja i thot, më jep një shishe vaj.
Igor e fshatari, tha, se si e për të blerë këtu ti, tha. O, tha ky, si mjohu kjo që jam fshatar, tha, shkoj u ndruan, që ku regullua, ndryshoj robat, shkoj atje, i thot ajo prap. Igor e fshatari, thot, mos ashtu këtu. Vajti pastaj u bë më i bukur, u qedh, veshin kostum, u bë king, kështu si Erioni, shkoj atje, edhe i thot, brapa, jo, i thot Igor fshatari, tha, tani motra ime i tha, bolli, tha, se më lodhe, më thuaj, tha, nga e more vesh jam fshatar. Po iqa mistrishen shishe sot vlaj, tha, ajo është. Do me të shiko sa detajet vogla që... Shiko edhe ju vlonjatët e keni marrë këtë që mendoj se e kemi në korçare, dhe kupton? Jo, është e jona kjo, është sakë. Kujtojt koha e bukës misrit, veja në qytet e Shqipëria, më kujtojt mua mbaroja stërvitje në Tepelen, edhe veja të bleja një bukë gruri. Se ne mirë që e prodhonim grurin, po ne hanim 9 muaj bukë misri dhe 2-3 muaj hanim bukë gruri. Ajo Shqipëria, qytetarje, dhe më thënë, merte thikën e mazgja, se mua fëmi, se e mbaj mund kam qenë klasë në 8, në vit parë të shkollës mesme. Edhe merte thikën edhe, tashti unë kthesha në shtëpi duke qarë, nuk mora do të bukën e grurit atë diste. Imagjino tani të vesh në stërvitje me bukë misri. Kur mba ca kohësh, vjen kjo Shqipëria në fshat, vjen edhe dalë unë edhe mbledh shoqe, them, ka ardhur Shqipëria në fshat edhe, kishte një komshien tonë, kishte kushuri. Marim ujnë e lagim Shqipësen, nga inati. Edhe kjo, si që ishte prap ashtu e lagur, tha, fshatarkat e dreqit, tha, do vini nesër për bukë prap. Do me thënë, na e kishte ngjitur atë njollën, që edhe sot më duket mua si kur zona i kino një. E vinire që po flisni më shumë se sa ne, do me thënë keni nevoj të bëni. Ose isti i këtoni. Tasha t'il për jashta. Jo, Erion. Se janë rritur i... Dëgjë. Se është më i djallëzuar qytetar. Bravo. Dëgjë, Tasha, dëgjë. Lëre te a dëgjë. Ne jemi vajzat rritur maj pemës, jemi vajzat rritur të shkuara në bas dhive, në bas lokve, po vajzat që edhe qytetin e kemi bërë. Po, më lini të tregoj një unë, se jam edhe unë pjesë e luftës. Me mullare dua. Ishte një fshatar. Edhe erdi... Pritani, se kjo është e bukur. Tani ne do t'i themi atë batutën, pas mullarit di pun për s'bari, tha, e kupton? Qa i thash pa? Tani, ishte një fshatar dhe erdi këtu në Tiranë. Shikon një gocë të bukur edhe i qepet në mbrapa. Kjo goca tani fillon të shpejtoj hapin. Edhe kjo shpejtoj hapin. Kjo goca tani edhe më shpejt akoma, edhe kjo më shpejt. Kjo goca fejtit me vrap, i tha i, o motra, i tha. Mua nuk me ikin dhit në mal, i tha, do me ikin shtik këtu me qytetit, i tha. Kështu që kujdes me fshatarët se e kanë. Me gjitha të... Ju me qytetarët tani apo me fshatarët? Unë jam me... Terion, ku ke lindur ti? Unë kam lindur në maternitet, si gjithë tjerët. Në maternitet. Pra, në maternitet, po ku? Në Vlorë apo në Tiranë? Në Vlorë. Në Vlorë. Shiko, Ornella, zonjën e kemi shkrimtare. Po. Burin e kam donjat. Hajtë të kapemi, jo, unë të pino, se ne jemi miqë në Facebook, kemi shumë vite. Po. Sa mirë që u njohë në studio. Jo, e kam... Nuk lidhi zorin me figura. Shiko, jemi miqë prej shumë vitesh në Facebook, por sot u njohë. Unë jam ekstreme, mora burin puro qytetar, unë isha puro fshatare. Jo, po, të mori a i ty apo e mori tjetër? A i pra, shiko, a i ka përmirësuar i kemi 2 shkrimtare, fjalët e urta popullore, nga kanë dalë. Po ti shikosh. Që se dim ne. Kjo nuk mund t'jeni kaq, jo, nuk e pranoj do të. Ne për shumë. Unë mund mos ju konkuroj do të në filozofinë e fshatit, po kjo është fusha i janë nga Vlora. Ja, shikojni këtë foton këtu, ja të lutem, Albano, shikoj këtë foton këtu. Ja, më ndiq pa këtu. Ku të ngelen sytë më shumë? Ka diferencë moshat. Të ngelen, jo, nuk ka të lidhje. Të ngelen ke pesazhi i këtij zotërisë të mbrapa, apo të ngelen ke këto gërmadhat këtu që nuk lexon ata asnjë. Në qoftë se do më thuash. Po le më çuni se shoh fare se mdel ai që kam shtëpi, po. Problemi është temirësia aty që ka brenda. Ornella, në qoftë se do më thuash me kë do ulesh të pish një kafe dhe një gotë raki nga këta dy burra. Me këtë me qylaf këtë. Po pse, më fal një minutë, pse gota raki të tregoj ka ty që ai ka vlerë, më fal. Po whisky, qa është whisky? Ta që dhe në fund? Po. Se gota rakis që në ka standart? Ose kriter për të vlerësuar... Unë jam në fshati më zonjë, në kafe se ka do të parakim. Atëherë, nëse do më pyesësh mua me kë do bëjnë një bisedë të mirë, të bukur, unë do zgjidhja atë djalin për të marrë ndër të tjera pa të Një doktor, një kujim që kanë folun dhe është dhe buri vjetër, më thot që gjdo
njëri, burrat paktën, kur kalojnë 40 vjeç, kanë nevojë në mëngjes, thot, ose për një gotë raki, ose për një aspirin. Unë vazhdoj pi kafen me raki, ju në qytet pini aspirinë në mëngjes, të polloni gjakun. Po e di ti. Tea, To janë Tea. batuta që ju po i ktheni në standarde, po nuk e besoj që është. Si nuk e beson? Po sigurisht që s'është. Unë e kam farmacinë poshtë e pallati, më tregone, e shikoj se sa aspirina shet ajo. Është shëndetshme, megjithatë kjo është thjesht për batut. Unë gjykoj problemi është që unë gjithmonë shembujt dhe argumentat do t'i marrë nga fusha ime, se s'mund të dalë Normal, unë gjykoj këtë që gjua e fshatit, absolutisht që nuk kam asgjë kundër, për kundrazi është një gjuhë shumë e bukur që duhet vjel, qoftë në dialekt. Dialekti i fshatit është arkaik, është pak konservator, është tradicional, ndërsa gjua e qytetit është më moderne, më në pritje të sëres dhe më e hapur ndaj prurjeve të reja. Tani, tekstet, si do t'i kemi, si njëra apo si tjetra? Si shtet funksionon standarte. Kjo është pjesë që studiojnë akademikët, tani Po unë ju kam unë një po flas pyetje. në shembull. Okej, profesoresh, Po se s'mund të dalë dot nga... dashurit më të pastra, ku lindin, në fshat apo në qytet? Po pse u lind ka në fshat? Se ju po flisni deri tani për... Po aty është ajri pastër. Qa lidhje ka ajri pastër? Kemi thënë që dashuria është një frymëzim. Ornela. Po ç'lidhje Ha, ka moj ajri? Tea, ha. Komunitet i vogël, dhe kam gjithmonë parasysh fshatrat që di unë. Që ulin në ngre njëri tjetri. Orës as të Po ne njoj njëri tjetri në fshat. Po pra, po nuk është dhe gjithmonë gjë e njëri mirë. tjetri. Dhe ti nuk ke të drejtë zgjedhje. Ti e ke kaq këtë komunitetin në fshat. Do lëvizësh këtu të pëlqeu dhe s'të pëlqeu. Ngatron çuni gjajt punata atje brezi tre. Asnjëherë se kemi bërë këto. Asnjëherë se kemi Qa bërë do të këto. thotë që aty nuk ka kulturë, nuk ka komunikim, nuk ka vlera? Ne kemi pasur një vëllëzimi Por nuk ke të drejtë zgjedhje. Je aty në fshat. Kush tha moj? Unë do ta them. Po ti s'ke jetuar asnjëherë moj, ti Kam ku e di njerëzit ti? e mi më Ja në më fshat, dëgjoj nuk atë. kam nevojë, kam njerëzit e mi në fshat. Bëni shkollën në fshat. Një 7 krushi në një Ja, familje. urdhëro. Se ka qenë njëra ishte në gjimnazet e qytetit. Shumë qytetar kanë bërë gjimnazi në fshat. Dhe pse? Për arsye se nuk kishin në gjendje ta merrnin gjimnazin. Sepse ishin më të fortë gjimnazet. Dhe nga që ju ishit të fort, ata vinin në fshat. Qyteti, them unë. Ne kemi shkollë través të profesorit dhe ikë shkolla. Tea, vazhdo. Tea. Profesorit vezë e kanë Meri, afati, Tea. ka vetë vezë fshat ai profesori. Nga ku i ka, nga qyteti i ka? Vinte ke ju, më i merë ke ju. E ju s'bërnit shkollë. Po pse doni pulat e fshatit ju dhe nuk hani këto pulat e I qytetit? hajmë në ato qytetit Po, po i hedhi ato bizneset që njëri, hedhin ato pula apo po hamne. Jo, moj, ato janë pula fshati. Edhe ato në fshati kanë bërë ato Nuk e dua fabrikat. punë në fshat, më qëra Allafi nuk e dua. Jo, vdisni për pulat e fshatit. Vdes ti base, me unë Po vdes. jo më ja pyeti të gjithë qytetarët, Po, të gjithë që ma, kërkojnë se për dua pula po, fshati. Shkojnë mblen të gjitha këto zarzavatet, gjërat, biles vdesin dhe mishin e marrin ato. Të uta tha një gjë shumë të bukur. Duke qenë komunitet i vogël, S'ke të drejtë zgjedhja. jo Do këtu qytet. kaq, ja ta mbaroj. Jeta Përveç hapur. Ka më s'ke- shumë njerëz dhe ti zgjedh. Unë fakti kisha tjetër kund. Duke qenë komunitet i vogël, ato fillojnë për fat keq merren me fjalë me njëri tjetrin. Fillojnë pra krijohet një lloj vorbulle. Se ju qytetarët nuk bëni thashë mentaliteti. them me ju. Jo, mund të bëjnë Po i thonë mundësit zotuar. janë më të Thashë them me ju. mundësit janë më të pakta sepse Pse mundësit? duke qenë një hapësirë shumë e madhe, njerëzit nuk e njohin shumë Mbrapojnë më shumë për jetën. Jeta është më dinamike. Fshatarët merren më shumë me thashë theme, ha? Gjysma e djemve të fshatit vajten kollovar në qytet. Pse? Se vajzat e qytetit si mirnin çunat e qytetit edhe u detyruan me në fshatarët. Dhe kështu jetuan të lundur për gjithmonë. Edhe jemi në të fshatit, e gje ku jemi. Se morën çunat e fshatit. Bravo fshati, bravo. Ne do bëni ne me sot të Bravo, diskutojmë. bravo. Nga që morën çunat e fshatit, u rrit numri divorceve. Ne do im në histori sot. Janë quajtur kollovar për shkakun. Naj, Kollovar, ë? I merrni vajzat e Kjo qytetit. ishte e madhe fare. po Rilinda si i matë në infrashri, poemën më të bukur e ka bërë për fshatit. Pse nuk e bëri për Sarandën? Ai punon dhe ish drejtor dogane në Sarandën. Po, ka të tjera. Pse se bëri për Përmetin, pse se bëri Po për nuk është Tiranën? më i madhi në atëherë? infrashërit, lutem. I Rilindja është ndërta, Sparta është shumë. ndërta. Tek Rilindja tani ka të tjerë. Nuk e din, s'ka lidhje me rilinjen tani. E shiko se s'kan qa përgjigje të kthejnë edhe... Jo, përgjigjet japin Lazgushi për shembull nuk ishte në fshati. Atë desha të përmendja dhe unë. Ne kemi një Ne kemi shkrimtar Lazgushi. jashtëzakonshëm që është Lazgush Porati. Ne kemi
duhet të shduket për arsye se tani... Ka një ndjesi të njeriu që shon drejt fshatit. Se brezi i ri nuk po rritet më në shkollat Tani, e di si iku kjo kohë? Iku kështu, në mënyrë të rrufeshme. Ne sot do mos e diskutojmë, këtë që kemi hapur me këtë sherr. Nuk i kemi komunat si që ka bota, për shembull që... Si ka bota? Bota Të shkëlqyer. ishte javë në Itali, komunat i ka... Komuna e Italisë është si qyteti Me Shqipërisë. vogla është me 27 banorë në Itali dhe është Pritëm ekzistente. në vënqen tonë. Atere, Tea Vënqe. Vënqja jote. Lese do e lë në fund të janë. Vënqe. Albano, ngeli në një histori Për qytetarët. Po, Po qytetarët duhet jenë me këmbë në tokë, të bëhen si ne, se ne fshatarët jemi me këmbë në tokë, dhe mos paragjykojnë, se gjithmonë na paragjykojnë edhe fshatarët. Albano. Po qytetarët e mori për grua me se kush Shko, ajo erdi ta regulonte. qytetarët Erdi ta regulonte, mo. Ai mori për grua, thot mos Po erdi ta paragjykojnë. regulonte, Po ai mori ka kjo për ta ata të tjerët, regulonte, ta jo për vinte ata në që... Sira. Sa ju bano? Dëgjoj, o Tea, një sekund, ja ta nxjerr unë ajo. Ai e përmirësoi racën. Ai e Të keqen. Shiko, të tregoj një kuriozitet. Po. Kur i thanë vjerës time që do fejohet Iliri me një gocë nga fshati, vjera ime u mërzit. Aristokrate nga ato vlonjatet e rënda, do me thënë. Edhe unë kur e parë vjerën për herë të parë u trëmba, në fakt më dha një kështu, do me thënë, u trëmba. Lite shamin kështu e Jo, s'kishte shami, kishte lidhur topusin, nëna ime kishte shami e shkreta dhe të lidhur me cepa, dhe kur filloj të me njifte, edhe bënte krahasimin me gocën që kishte moshatare me mua, më thot, më falë Omeri, tha se të kam paragjykuar. Mendova se s'do ikje dot në taka, do me thënë. Aq nga ajo që s'na njofin, na paragjykojnë. Kështu që mundohu Jo, ta njifin. jo e ke shumë gabim. Shiko qa zonjë. Bano. Dhe patë kur arë në kërkufalje, se e pra e bën Do bëjmë mbylljen e? Vënqe. Qatari nuk e mbylljen. bën. Jam e ludes, edhe se të kërkon falje. Futi një vënqe, jo histori tani, ha? Jo histori, jo dhaqë. Edhe Ja ku historia. vazhdoj liku të qytetit. Unë me këtë e mbyll. Ku është kamera? Është këtu. Aty Shiko. e zogun e kamerës. Në aspektin e vlerave njerëzore dhe në aspektin e respektit njerëzor, ka më shumë qytetar në fshat dhe ka më shumë fshatar në qytet. Wow! Asa e bukur këtë. Nese, këtë nuk e Shumë e bukur diri, kjo. se këto janë sentenca, janë opinione individuale. Unë personalisht do thoja vetëm një gjë, që të gjendet të fshati dhe qyteti së bashku të gjendet një gjuhë komunikimi në shërbim të zhvillimit intelektual, sidomos të fshatit, për të arritur ato nivele modernizmi që i ka qyteti. Superioritet. Duke e vazhduar, fshati dhe qyteti duhet jenë si një qift që kanë të përbashkëtat, të kundërtat, që duhet ta tolerojnë dhe ta përshtasin njëri tjetrin për të marrë më të mirën dhe për të bërë një qift ideal. Tani të qifti fshati është burri, besoj, Po. Vënqja e... Do të thënë të drejta, Sigurisht që burri. fshati është gruaja. Vënqja ime tani, Western Union është më shumë se sa një transfert. është në qytet, pra. Prej 30 vitesh, tashmë në Kjo do Shqipëri, jetë në i pikë fshat. Western Union është kthyer në ritualin dhe traditën e çdo familje shqiptare. Në këto ditë festash, dërgoni para shpejt dhe me siguri me agjensit Unionet Western Union kudo në për Shqipëri. Unionet Western Union kudo dhe kurdo do pran jush, 30 vjet pran jush. Në qytet. Ndeshje. E mbyllim kështu këtë vënqe me katundarët dhe fshatarët, nuk ka fitues. E kam për Ka ndër. vetëm bashkëjetes. Po, katundarët Po, po. katundarët dhe qytetarët. Atje më rimëndja mu, e diti. Po. Edhe pse kam lindur këtu në Tiranë, po prapë më pëlqen shumë fshati. Shkojmë me njerë në ndeshjen Bardhazi, mbas publicitetin ju presim këtu.